Shorim punë, edhe se cili doj që e di historikun e protestave në Shqipëri, e di mirë se si bëhen protestat në Shqipëri. Pse bëhen, si bëhen, kur bëhen, për çfarë bëhen, për çfarë qëllimesh bëhen. Tashti unë e shoh këtë punë kështu ndryshe. Këto lloj protestash pse po bëhen tashti? Pse s'u bën përpara? Po shkitet Shqipëria, po të sobëzohet Shqipëria, kemi një hall kaq të madh që ne bashkoj bashkë, domethënë edhe ato hallet e vogla që kishin gjithë secili në forma lokale, sot jemi bërë bashkë për diçka shumë më të madhe për përfaqësuar këto zorat e tjera. Po i arrin kjo protestë këto qëllime? Një pyetje kam unë për ty, edhe për gjithë ata që na shikojnë. Për mua sot jo. Në fillim u trombetua dhe u mbaj deri diku në këtë linjë, por direkt pas 2-3 ditësh u ndërprerë. Ata njerëz të ndershëm që dalin aty, sovranistë që e duan Shqipërinë me shpirt, e me zemër e me gjak, i lejojnë flasin atje? Jo. Atëherë ç'tregon kjo? Jo. Që kjo protestë nuk vjen nga populli. Ndonse populli është i gënjur, shiko, nuk janë gënjur vetëm shqiptarët, janë gënjur kombe më të kulturuara se sa shqiptarët. Me traditë madhe në historinë politik, në sociologji, psikologji, pra popull më të ngritur se ne dhe janë mashtruar keq madje, jo shqiptarët. Tash ti lind pyetja pse po bëhet kjo protestë tash ti? Pse për shkakun nuk u bë në rjoll të Velipojës, që mua m'pëlqen ta quaj rjoll i Lezhës, pavarësisht se disa thonë që është ande nga Shkodra. Mua m'pëlqen ta quaj rjoll i Lezhës. Lind pyetja pse po bëhet tash ti? Ndërkohë që njerëzit protestojnë, nuk e dinë që kanë kaluar projekte, kanë miratuar projekte që do vendosen hebrej nga Zvërneci deri në Darzez të Fierit dhe janë dhënë 5 milion euro. Janë dhënë 5 milion euro për studime fizibiliteti, pra gati 5 miliard lek vetëm për të bërë këto lloj studimesh. Ndërkohë që njerëzit çirren dhe bërtasin, tashmë ato punë kanë marrë fund. Janë miratuar projektet. Politikës i interesonte këto lloj protestash me qëllim që të tërhiqej, të largohej vëmendja nga planet djallëzore gjëmëmdha, kopzeza që këta kanë. Protestat, ne do ta merreshim vesh se çka po ndodh. Sigurisht do merrej vesh. Ku do merrej vesh? Kjo do unë për veten time e kam marrë vesh nga në forma të ndryshme. Po ka forma të ndryshme sot, për shembull rrjetet sociale, e kam marrë vesh nga TikToku, e kam marrë vesh nga YouTube-i. Është media dihet ajo muhabet që media si transmeton mainstreami kryesor. Po jo që ato janë të kontrolluara nga këta, kush guxon dal kundër këtyre. Kush ka dal kundër këtyre këta e kanë rroposur, e kanë zhdukur. Aty Citizens kishte bërë një hulumtim shumë interesant, thoshte ndërkohë që njerëzit protestojnë, çirren e bërtasin, ndërkohë ka kaluar ky projekt i jashtëzakonshëm. Ajo nuk është më tokë shqiptarëve. Ajo do të kalojë hebrejve. Pra, nga Zvërneci do merret Sazani ka arsye pse do merret, sepse është pika strategjike e gjithë detit Mesdhe. Kush kontrollon Sazanin? Kontrollon. Po këtu është Hormuzi. Kush kontrollon Sazanin? Kontrollon gjithë Mesdheun deri në Gibraltar. Tjetra mësane, janë dhënë siç ta thash projektet deri në Darzez të Fierit. Sot mora vesh që janë dhënë do vendosen 50.000 kolonë të tjerë hebrej në Divjak. Janë dhënë kyçet, janë dhënë drynat Kepit Rodonit. Lind pyetja pse po marrin, pse do vendosen këta hebrej në zonat bregdetare dhe jo në zona tjera të Shqipërisë. Pse? Po sepse ata e dinë shumë mirë se si funksionon. I pëlqen Riviera jon apo? Po jo vetëm aq, jo vetëm aq. Për 20-30 vjet ka thënë një inxhinier, edhe studime ndryshme shkencore, shumë lumenj në Shqipëri do të thahen. Nuk do të ketë më ujë të pishëm. Nuk do të ketë më ujë të pishëm, kështu siç mendojmë ne. Dhe kjo nuk do ndodh vetëm në Shqipëri, por do ndodh në një pjesë të madhe të botës. Tani, puna është pse po bëjnë të gjëra që po dëmtojnë lumenjt dhe po shterojnë ujin? Po shiko, ata më ta kanë thënë edhe në atë intervistën që kam dhënë në studio. Këta kanë një plan për shpopullimin e botës. Këta nuk duan aq 8-9 miliard banor apo më shumë. Këta duan të kenë shumë më pak. Jo si nuk i mba toka, por duan të kenë lehtësisht të kontrollueshëm. Nuk e ka problem fare. Për shembull një vend si Shqipëria, ka thënë Faji Konica, mund mbaj një vend kaq i vogël sa Shqipëria, mund mbaj deri 20 milion banor. Po, vetëm fort. Se ka mos të fërkohet duke të ngushën. Nuk është problem fare, toka mban edhe mban mirë, edhe mban me ushqim cilësor. Problemi është që ata nuk duan kaq shumë njerëz, sepse nuk i kontrollojnë dot, se nuk po i bëjnë si duan ata dhe shefat e tyre, nuk po i kthejnë në kafsh, në njerëz pa dinjitet, pa personalitet, nuk po i kthejnë në djaj, në demon. Kjo është e gjitha, edhe duan të shfrytëzojnë barbarisht. Edhe prandaj kanë futur dhe robotikën ata. E diti se vetëm për këto projekte që do vendosen hebrejnë këtu janë dhënë të paktën më aq sa dim, po jam i bindur që shifra është dhe më e madhe se aq. Janë dhënë 6 miliard euro nga shteti izraelit që të vendosen hebrejt këtu.
A i di. Edhe ndërkohë që njerëzit protestojnë, këto vokalojnë këto paketa. Pikërisht kjo duhet politikës, se i ka futur vetë politika. Këta njerëz që po drejtojnë protestën. Siç ta thash, sovranistët nuk e ngren dot zërin aty. U mbyllet me njëherë zëri. Pse? Se nuk është kjo protestë për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Kjo është protestë për të hequr vëmendjen nga gjëma më e madhe që po i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Si kafshimi i territoreve, lënia e tyre hebrejve. Po ne jemi në vendin tonë këtu. Ne nuk kemi pse të ikim, se s'kemi vajtur, dhe nëse kemi punuar në emigrim, prapse nuk kemi bërë pronarët atyre. Si mund të bëhet ndryshe, vlla? Si mund të bëhet ndryshe? Si me protestë jo. Si mund të bëhet ndryshe që ne ta kundërshtojmë këtë gjë, këtë gjë që po ndodh. Po kjo punë do i bësh në fillim. Si që ata i bëjnë këto punë sepse e dinë shumë mirë që shqiptarët nuk kundërshtojnë. Shiko, po të shikosh në këto vendet përreth, po marrim Greqinë sepse ka qenë gjithmonë, ka qenë ka herë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ka standarde. Po të shikosh jo më larg se Kosova. Ne jemi edhe më poshtë se Kosova në shumë drejtime. Që te cilësia ushqimit. Ata hanë më mirë, pinë më mirë, ushqejnë më mirë, vishën më mirë, jetojnë më mirë, bëjnë një jetë më të mirë nga ne. Ata e dinë. Shiko, politikanët e dinë shumë mirë që shqiptari nuk ngrihet. Dhe ato protesta që ndodhen atëherë në 90-ën e 91-shit. Po jo më i bën vetë ata sigurimi i shtetit i bërin bashkëpunim me CIA më bëri dhe agjentët e sigurimit të shtetit bashkëpunonin se dinin anglisht ata vlla. Populli s'dinte anglisht, ata bënin kurs për anglisht. Mësonin, kishin universitet dytë gjuhë huaj ata. Edhe bisedonin me agjentët e CIA-s, po u dha urdhri orti që në vitin 1988-89 me qëllim që sistemi socialist do të binte në gjithë vendet me përjashtim të Kubës, që aty të Kubës dhe të Koresë së Veriut, që u interesonte për qëllimet e tyre. Ky sistem do binte. Kështu që ata vetë ngritën njerëzit e tyre, po të shikosh ata që e morën pastaj, që ishin u vunë kryet protestash, ishin që të gjithë o spion të sigurimit të shtetit, o agent të tyre, dhe njerëzit e pushtetit, ata e trashëguan pushtetin, pra ndruan thjesht kostumin. Nga komunist. Ka një lloj tentative për ndryshuar kostumin. Ore, e njëjta gjë është dhe me protestat. Ky ustaj gëdhiet e ngryset kryeministër, nuk haron nga fiku ky vlla, ky është ende në kal. A mendon se ndërkohë që njerëzit protestë? Këto vetëm jo. Jo. Nuk rrëzohet nga protesta, këto vetëm po e rrëzuan shërbimet e huaja. Po për shërbimet e huaja, mendon se do ta rrëzojnë në këtë? Jo, besoj që jo. Besoj që jo, sepse edhe vetë Bashkimi Evropian sot që flitet që do të vinë edhe ato deputetët nga Parlamenti Evropian. Po shiko, të gjithë deputetët varen nga disa oligarkë ose nga disa bankierë shumë. Edhe në Europë, s'bëhet fjalë. Shiko, pse ka drogë Europa? Se do Brukseli, se duan shefat e Brukselit. Shefat e Brukselit nuk janë ata që shohim ne, janë të tjerë. Kur për shembull, të tregoj një rast, kur prokuroria italiane dërgonte urdhër arreste këtu për politikanë të fuqishëm që u kishin rënë erë shqiptarë të cilët merreshin me drogë, lejonin drogën, e nxitnin drogën. Çfarë ndodhi? Ndërhyri shteti italian dhe i tha prokurorisë italiane që rrini urt, sepse ne shikojmë dhe sigurinë jo vetëm ballkanike edhe mesdhetare, por dhe sigurinë e Brukselit. Do tronditet Brukseli, pra do Brukseli ka drogë, do Brukseli ka gjak, do Brukseli ka dhunë, do Brukseli ka skamje dhe mjerim ekonomik. Do Brukseli të proteste po jo? Kjo, po ju intereson atyre. Për çfarë intereson atyre? Sepse vetë Brukseli ka dhënë miratimin e ndërtimit të këtyre njësive të banimit. Janë 9.000 njësi banimit paktën për aq sa